Politikat sociale të Bashkisë së Tiranës pas 8 maj do të kushtojnë vëmendje të veçantë personave me aftësi të kufizuar. Ky është premtimi i kandidatit për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha gjatë takimeve me banorët e kombinatit. Në këto takime mungesat e hapësirave publike, hapësirat e gjelbërta si dhe taksat e larta ishin disa nga problematika që banorët e kombinatit shfaqën gjatë bisedave me kandidatin për kryetar të Bashkisë së Kryeqytetit. Do kemi një politikë të veçantë për personat me aftësi të kufizuar që të ndjehen sa më të integruar. Politikë që do reflektohet edhe në investime, kur të bëhen trotuarët, kur të bëhen rrugët, objektet publike, do investohet edhe në ndihmë financiare, sigurisht. Veçanërisht për personat me aftësi të kufizuar që janë dhe pensionistë. Qendra sociale do hapen në çdo mini bashki. Paktën të kaloni kohën ditore, ata që s'kan mundësi të rinë natën. Ndërsa në një takim me komunitetin e mjekëve, Basha është njohur me problematikat e tyre. Unë premtoj se ato detyra që i takojnë bashkisë do të kryen. Sistemimi i ambienteve të qendrës spitalore universitare të Tiranës, përmirësimi me shpejtësi i atyre elementeve të infrastrukturës, qendrave shëndetësore, qendrave të urgjencës, ku bashkia mund vetë apo në bashkëpunim edhe me donatorët të ndërhyjë, do të ndërhyjet. Do të fillojmë duke dedikuar gjithmonë më shumë, gjithmonë më mirë, shpejtësinë e caktuar për ambulancat dhe shërbimin e tyre, dhe do të vazhdojmë kështu në të gjitha fushat e tjera. Në këtë takim, zoti Basha bëri të ditur se parashikon ndërtimin e një spitali rajonal në kryeqytet, projekti i cili sipas tij do të diskutohet deri në muajin shtator me të gjitha grupet e interesit.